Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni. Shëndetje zoti Paraziti. Përshëndetje zoti Benor. Si e? Mirë. Ju si jeni? Mirë. Si u shkon puna në këtë periudhën parazgjedhore? Mirë është. Lodhje, po mbi gjitha është mirë kur shohë shpremtime, dëgjoj shpremtime që kandidat zotohen se do t'i realizoj. Po dhash zoti ashtu si thuan edhe të bëhet, sepse nuk kemi përvojë të mirë nga premtimet parazgjedhore, po besoj që dikun edhe duhet ajo që thuhet të bëhet. Po patjetër. Patjetër në paktën 50% të realizoj mirë. Si shkon puna në përgjithësi, si duket e komuna juaj? Po shihni puna në komunën tonë në përgjithësi është mirë, por ne tash kemi një situatë të re kur në këtë 4 vjeçore pa ndryshimin. Edhe qytetarët mund të bëjnë krahasim si ishte para vitit 2021 dhe si është prej 2021 deri tani kur jemi duke bashkëbiseduar. Ndryshimin duhet ta vlerësojnë qytetarët. Komuna e Bërbenicës ka qenë një komunë shumë transparente, komunë që është udhëheq 20 vjet nga shqiptarët, por ja që vitin 2021 ndodhi një diçka dhe kaloi në duart kandidatit aktual ose sekretarit aktual dhe gjithçka ka ndryshuar në kuptimin e transparencës, mirëqenies, administratës komunale, punësimet politike në çdo segment. Prandaj janë zgjedhjet dhe është qytetari që duhet të thotë fjalën e fundit. Zotri Enver, ky emisioni është i atill që ndjekin edhe të rit. Unë jam i vetëdijshëm se ty të njohin qytetarët e Pollogut, shqiptarët e Pollogut të njohin, por mbi gjitha më duhet për të rit, më duhet një prezantim i shkurtër, personal dhe familjar që ta dinë edhe ato të ri që nuk kanë para 5 viteve si kryetar komune. Po unë jam Enver Paraziti, i lindur në vitin 1962, jam në moshën 63 vjeçare, i martuar, baba e 3 fëmijëve, kam të krijuar shkollën e mesme në Gjimnazin të Dedovës, fakultetin e veterinarisë në Sarajevo, pas viteve 91 fillova me biznes privat deri në vitin 2009, kështu që tërë periudhën timen e kam kaluar me bashkëqytetarët e mi, më njohën edhe si i ri, edhe si aktivist, edhe si afarist, edhe si bartës i funksionit publik në komunë. Shumë mirë. Ma shumë njohin domethënë mosha më hershme, normalisht do t'ja prezantoj fëmijëve vetë po pere. Ka një diçka sepse ato fëmijë që kanë qenë në 2009 në filloris tani janë bërë gjimnazist, kështu që disen edhe në për fakultete, kështu që më njohën edhe gjenerata e re, sepse jam gjithmonë prezent në çdo moment me bashkëqytetarët në për fshatet dhe kudo. Po mendoj se për atë edhe janë rrjetet sociale që të rritin ndjekin më shumë, por ne duhet të jemi prezent edhe në televizionet publike, sepse ka mosha e mesme dhe ajo më e vjetër është më tepër e prirur ka televizionet. Pajtohem. Kështu, zotri Paraziti, normalisht se punën, nëse zgjidhesh kryetar komune, normalisht se punën do ta krijosh edhe ta mbash me ekip. Kanë ke menduar se do të jetë ekipi yt si kryetar komune? Po shihni, unë në periudhën që kam udhëheq komunën kam pas një administrator të shkëlqyer, sepse u krijua ajo administrat me bashkëveprim, por tani ka ndryshime, ne do shohim njerë në momentin e parë që do të ulem në karikën e kryetarit komunës, do të bëj një rivlerësim, të shoh se si në çfarë gjendje është administrata komunale, sepse informacionet e mia flasën se gjithçka ka ndryshuar. Është një mbibollësim i skajshëm politik nga ana e kryetarit aktual. Unë lash komunën me një përqindje të vallanserit 3 me 1, 18 shqiptar, 6 maqedon. Tani është bërë gjys, kështu që besoj që duhet të bëhet një revidim
jo për të shkarkuar njërin nga puna, por për të çuar çdo njeri në vendin e vet. Para mendoni tash me atë mbi punësim, disa shërbime komunale i krijnë komuna tjera me bashkëpunim ndërkomunal. Ndërsa administrata komunale nuk është bu në funksion të obligimeve që duhet i krije ndaj komunës, vetëm e vetëm për të defokusuar realitetin e qytetarëve. Okej, shumë mirë. Do të thonë rividim edhe vendosje në funksion të shërbimeve që më herët janë dhënë dhe tash nuk jepen. Tregom në qendrit shqiptar si do duket në si kryetar komune, cilat janë ato hapa që do t'i bani që ta ktheni komunën në normalitet. Po puna e parë që duhet bëhet një analizë më e thellë, si në aspektin financiar, ashtu edhe në aspektin e përgjithshëm, të shifet buxheti, të shifen obligimet, të shifen të hirat. Kjo është puna e parë, të krijohet një buxhet që është buxhet transparent, buxhet që premton projekte të cilët ne i kemi premtuar para qytetarëve, të vijnë urat e bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare, siç kam bashkëpunuar me ambasadën amerikane, me SDC-n zvicrane, me UNDP-n, e kështu me radhë. Kjo duhet bërë patjetër sepse pa këtë nuk mund të bëjmë asgjë. Ne kemi pas bashkëpunim shumë të mirë edhe ky bashkëpunim duhet të vazhdojë. Okej, shumë mirë, domethënë krijohen marrëdhëniet me institucionet e jashtme që të krijohet punë në institucionin e komunës sa më mirë ashtu siç ka qenë më herët. Që ashtu e kuptoj unë. Menaxhimi me arsimin si do të jetë, domethënë kur do të vendoset drejtor shkolle pasi komuna u theq me arsimin fillor këtu në komunë. Kur do të vendoset drejtor shkolle, a do të jenë njerëz profesionistë, a do të jenë njerëz që vinë në për tubime? Po shihni, mu më njohën qytetarët se kam qenë i vetmi kryetar që kam depolitizu komunën, sepse kam vlerësimet e mia të cilin e përcjellin dhe përkrajnë edhe organizatat jo qeveritare që komuna duhet të depolitizohet. Për momentin që kryetari i komunës e merr funksionin e kryetarit, duhet ta lënë politikën me një anë. Unë këtë kam bërë edhe e din. Unë gjithmonë jam thirrë në kvalitet. Okej. Ashtu që edhe këtë herë do të shoh, sepse ato që janë në nivel të detyrës si drejtor të shkollave, nuk bëjmë ne pastrime për shkaqe të ndryshme, kush janë aktivist apo s'janë aktivist, por duhet parë edhe puna. Unë kam një ide që duhet ne të bëjmë një ndryshim në arsim, sepse kemi mangësi në arsimin fillor, duhet të arritim nivelin e cilësisë arsimit. Jam duke menduar që të krijoj një buxhet të veçantë në një zë në buxhetin e komunës për të bërë një vlerësim të arsimtarëve dhe të nxënësve më të mirë. Do të thotë ato të mirë duhet të stimulohen. Meritokraci, sepse pa një meritokraci të vërtet nuk ka stimul. Po ashtu nxënësit e dalluar duhet përkrahur, ato që kanë mungesa materiale, a janë të mirë, kanë potencial për shkollim të mesëm edhe më të tjerë, duhet të ndihmohen, sepse ne duhet të thirrena në diasporën që e kemi shumë bujare dhe shumë të fuqishme, gjithmonë të kanë qenë të gatshëm të ndajnë mjete për të them kështu për të sponsoruar apo për të mbështetur njerëz që kanë ide dhe kualitet. Shumë mirë. Domethënë ju jepet meritokracia dhe vlerësohet dituria e nxënësve. Po ashtu duhet gjendet një formë që arsimtarët të cilët udhtojnë, sidomos që kemi në gruhurnisën e largët, ka shpenzime të skajshme, duhet të gjendet një formë që të mbulohen shpenzimet e rrugës. Okej, shpresoj të ndodh kjo pasi një pjesë e rrugës ju shkoj kanë rrugë. Për rrugë, udhtojnë çdo ditë, s'ka kushte atje për të qëndruar. Shumë mirë, infrastruktura, menaxhimi me nën toksore dhe mbi toksore në rrugët të hyjnë uji dhe kanalizimi. Cilat janë planet tua? Po shihni, puna e parë që kam bërë në vitin 2009 ka qenë investimi i parë, kam filluar nga kanalizimet. Dhe unë nuk kam shtruar asnjë metër asfalt apo bekatonim aty ku nuk është krijer infrastruktura nën-toksore, sepse gjithmonë jam thirrur në investimet që janë të qëndrueshme dhe mos bëjmë dy herë argjime. Kështu që ne kemi 80% të krijer infrastrukturën nën-toksore, kanalizimin, uljet e zeza,
ka mbet vetëm të krijet edhe rjeti bartës ose kryesor, ku janë dalën rjeti sekundar dhe terciar, dhe prej ati duhet të bartet deri në një pikë ku duhet të ndërtohet një filter stacion për ujërat e zeza. Kështu që filluam ne në një bashkëpunim me bordin austriak të EVN-s. Ishte një projekt shumë i mirëpritur dhe i qelluar, bartje e tensionit ulët dhe mesëm nga mbi toksor në nën toksor, por ja që për fat të keq në vitin 2021 ky projektu stopoha dhe do të mundohem të vej urat e lidhjes me bordin e EVN-s që ta rifillojmë këtë projekt të mirëfillt. Shumë mirë. Me qerdhet si keni gjendjen, sa qerdhe ka dhe sa planifikon të rregullohet? Po shqipni ne qerdhen e pare kemi lishuar në punë në vitin 2018, sepse ka një kërkesë të madhe për fëmijët e moshave vogla deri në ciklin parashkollor, dhe atëherë me një votim në Këshillin Komunal u vendos që qerdha e parë të ndërtohet në Bërvenic, ku kërkesa ime ishte të jetë një numri kapaciteti i qerdhës 280 nxënës, mirë po nga Ministria për Politikë Sociale nuk e miratuan dhe u ndërtua një qerdhe me kapacitet më të vogël, diku 120 nxënës, ku në fillim punësimet u bën konform ballanseri dhe kërkesave si shqiptar dhe maqedon, por ja që në fillim pat interes për fëmijët shqiptar, më vonë shumë pak e kanë ndjek mitë shqiptar në shkollën. Tash është arsyeja se është në Bërvenica, ka arsye tjera nuk e di, por ja që patjetër ne për shkak të kërkesës dhe mbi ngarkesës ne duhet urgjentisht të ndërtojmë një qerdhe fillimisht në fshatin Qëllopek, pastaj të shohim më vonë në rast se ka nevojë. Por ne kemi një përparësi e idhet është ajo se kemi shumë kapacitete të pashfrytzuara tani në përshkolla, sepse numri i madh i fëmijëve tonë janë larguar kanë shkuar në diasporë, kështu që ne mund pa bërë investime të paduara mund të krijojmë hapësira kushte të ushme kushte riparim në përshkollat aktuale të bëhen edhe klasa që do të luajnë rolin e qendrës. Dhe edhe në aspektin ekonomik do jetë më e qëndrueshëm, po edhe në aspektin funksional. Po. Se unë gjithmonë nuk jam thirrë në megalomani dhe nuk jam thirrë në populizëm. Po. Edhe nuk njëherë si argjozi mati, sepse dihet se arsimi, shkollat kanë buxhet të limituar, gjithmonë ka mungesë të mjeteve, prandaj ne duhet të mbajmë llogari ekonomike. Tash vim te tema që unë e di se ka shumë potencial në komunën tuaj, është Gurgurica, është ajo që çon në përparësi te kjo temë, do të thonë turizmi malor. Ne si shtet nuk kemi deti, po kemi male që janë të mrekullueshme dhe është mundësia që komunat të zhvillojnë vendet e veta për të bërë turizëm malor. A ke ndonjë plan për 4 vitet e ardhshme? Po shihni, pyetja shumë e qelluar, ne për fat të keq nuk kemi ndonjë pikë atraktive turistike, por edhe në projektin tim që është në përpilime kam potencuar se ne duhet të krijojmë qendra të tilla. Por ajo që e kemi, që na ka falë Zoti, është liçeni në fshatin Gurgunic, Kozjak, por kërkon investim deri në liçen që nuk është punë që zbohet. Ne kemi filluar atë që më herët, por ka pas disa iniciativa tjera private, por nuk është realizuar deri në fund. Po përveç Gurgunicës, sepse është fshati më i largët nga qendra e komunës dhe është fshat malor në Pollok që është më i mbipopulluar, më i banuar dhe më aktiv, prandaj ato banorë të Gurgunicës meritojnë një angazhim më të madh për t'i stimuluar që të vazhdojnë e të jetojnë në Gurgunicë. Përveç qendrave turistike, ne punën e parë që duhet të bëjmë rikonstruimin e rrugës që çon nga fshati Stençe deri në Gurgunicë, sepse rruga është e shkatruar dhe e rëndon jetën e qytetarit për çdo ditë. Po, patjetër, përveç këtyre. Po ne përveç asaj kemi para një viti kemi formuar edhe një shoqat malore që e ka emrin Besa, ku jemi antar të Federatës Unionit të Bishkatarve, kemi aktivitete të shpeshta, kemi pas këtë vit edhe një event shumë të madh, do të thotë ku e bën promovimin
bjeshkatarve në komunën e Vërvanicës, kishim një pjesëmarrje shumë të madhe, edhe dulëm shumë mirë, në kanë lavdruar krejt bjeshkatarët, besoj që kjo do të bëhet tradicionale edhe në të ardhmen, do të krijojmë edhe shtegje malore, ku do mund përveç bjeshkatarëve që të mundin të fillojnë aktivitete për të hecë edhe dalin atyre edhe mosha tjera. Po, patjetër. Kjo është mbi gjitha patriotizëm për shkak se e do vendin tënd ku je dhe e kontribon që të zhvillohet turizmi malor. Po ashtu unë kam ndërmend këtu kemi afër Lumit Vardar një park që kam krijuar nga një deponi i egër në park të bukur, me krejt infrastrukturën, me pemë, me ujitje nëntoksore, me ndriçim, me lojra fëmijësh, por nuk është i përfunduar sepse për këto 4 vite nuk u mboll asnjë pemë vetme. Unë këtu e kam idenë që të krijoj një qendër rekreative e sportive, sepse ka nevojë edhe shtrati i Lumit Vardar të rregullohet. Kam unë ide se si duhet bërë, por me rëndësi është që këtu të vinë krejt mosha dhe të kohën e lirë të kalojnë, po pse jo edhe të vinë nga vende tjera, fshatra tjerë, që si është rasti konkret në fshatin Kamjan me ujvarat, edhe ne duhet të bëjmë përpjekje që të krijojmë një pikë për çka duhet të vinë tjerët në komunën tonë në Vërvenicë. Pajtohem plotësisht. Tash është ajo që neve na prekën shumë komunë rrezikuar që mos të merret edhe një herë nga Vomoroja. Trego, a i keni marrë masa që mos ndodh viti 2021? Shifni, unë jam shumë transparent dhe qytetarët më njohën se jam original, nuk kam prapavej politike, në kader zote që jemi ne di komunitete shqiptar dhe Maqedon, por ne numerikisht jemi shumic, dikun si mas përqindjeve jemi 65-35, po ne kemi një diasporë, kemi mungesë të qytetarëve që janë prezent këtu si banor rezident. Pa marrë parasysh atë ne kemi numër të mjaftueshëm të votave, po të dalen të votojnë krejt me 19 tetor, unë besoj dhe garantoj se ne do ta kthejmë komunën në duart tona. Nuk bëhet fjalë këtu për ndonjë akmarrje politike, por bëhet fjalë sepse kryetari aktual shumë dobët e ka menaxhuar komunën. Besoni, është për keqardhje, sepse ai për 4 vjet, 3 vjetet e para ose 3 vjetet e gjysmës e para, 80% të buxhetit të cilën unë e lash komunën me mjetet të gatshme financiare e ka shfrytzuar vetëm në di fshatrat, në fshatrat Maqedon, kryesisht në Vërvenicë, Larc, në Stenqe, Blace, kështu me radhë. Vetëm tani në periudhën e fundit, në periudhën parazgjedhore, ai u hudh dhe u kthi te popullata të fshatrat shqiptar dhe është duke bërë do rrugica me bekatona, do rrugë të cilat tash prej mjeteve të uazimit nga kredia hungareze janë në ndërtim të sipër. Kjo është një blerje klasike e votave, por unë besoj që qytetarët tonë e panë këtë se nuk është ajo që duhet. Edhe besoj që nuk do bëjmë prej këtyre veprimeve të ulta. Prandaj unë besoj dhe garantoj me përkrajen e qytetarëve, me përkrajen e diasporës, ne do ta kthejmë komunën në duart tona dhe komuna neve na takon edhe fizikisht, edhe kombëtarisht, edhe si ta marrë, sepse jemi shumic. Prandaj besoj kjo do ndodhe në rast se bashk dalëm dhe votojmë, dhe kjo është jo momenti i fundit, po moment tjetër nuk kemi. Në rast se edhe këtë herë nuk ndodhen, unë e garantoj që kjo komunë do të udhëhiqet nga njerëz të cilët e keq menaxhojnë komunat. Shumë faleminderit për kohën, zotëri Bajaziti, ishte kënaqësi edhe shpresoj se qytetarët do binden edhe do vinë të votojnë. Unë kam edhe një apel të fundit. Patjetër. Të nderuar qytetar, mua më njihni, apeloj deri te çdo qytetar, te çdo mosh që me 19 tetor të dalëm të votojmë bashkërisht. Dilni dhe votoni me vetdijen tuaj, votoni numrin 4, votoni Enver Pajazitin, sepse Enver Pajaziti ka qenë i dëshmuar kryetar i krejt qytetarëve. Na prifte mbara në fitoren e radhës.
nderit edhe shpresoj se procesi zgjedhor do të jetë me maturi, korrektësi edhe demokraci, se mbi të gjitha qytetarët e meritojnë këtë. Ne këtë e kemi dëshmuar në këtë periudhën parazgjedhore me kundër kandidatin tim, nuk kemi pas përplasje, ne kemi thirrë në mobilizim të votuesit, nuk kemi bërë debate vis-a-vis njëri tjetrit, se s'kemi çka ta themi. Prandaj besoj që qytetarët e vlerësojnë këtë dhe do ta vlerësojnë, dhe kjo do jetë një motiv plus për të dalë krejt të votojnë, sepse në zgjedhjet tjera ka pas më shumë kandidat. Tani fal asaj që u krijuan di lloqe politike, në njërin anë AKI, në tjetrën anë Shtevleni, edhe besoj që kjo do ta bashkoj votën si për kryetarët ashtu edhe për Këshillin Komunal, sepse ne kemi një përparësi këtë herë, kemi dalë me 2 lista këshilltarësh, ndërsa pala tjetër ka dalë me 6 lista. Po të dalëm numerikisht të votojmë si duhet, ne besoj që do të arrijmë edhe numrin maksimal të këshilltarëve deri në 10 në komunën e Bërvenicës. Shpresoj se edhe numri i këshilltarëve është shumë i rëndësishëm për funksionimin e kryetarit komunës, po edhe të komunës në përgjithësi. Patjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për kohën që ndajtë, dhe shpresoj dhe besoj që ky bashkëbisedim do ndikoj pozitivisht e ngritjen e ndjenjes dhe mobilizimit të votës së qytetarit tonë të respektuar. Një ndër emisionet më të shikuara në Maqedoni tek shqiptarët normalisht, edhe shpresoj se do të ketë impaktin e vet edhe në këtë komunë. Faleminderit dhe të shpresojmë se në rondin e ditë do të bëjmë edhe më shumë. Nderit. Ky emision mundësohet nga dhe është pjesë e fushatës për zgjedhjet lokale në Maqedoni.